Përmes kësaj video nga Suedia e bukur, dua t'i përshëndes fansat e mi të mrekullueshëm që me të vërtet shumica e njerëzve që më duan e kanë tregu veten që me të vërtet kanë respekt për mu shumë dhe më kanë prit jashtëzakonisht mirë. Ka pas raste kam hyje nëpër restorane, kam ngran, kam pi, edhe karar më kanë thonë kamarieri e ka pagu filoni, tu më deru. Nuk është që të baqerak një drek ose një pije, po është respekti. Ka pas rast, besoni në Zot s'keni rënë, që edhe me lot për ftyrë jena përqafu me fansat e mi, qaq shumë më mdon dhe kanë respekt për mu, se me kongë të mija jenë rrit një pjesë e madhe, edhe kam dhonë shumë prej veti, sa i përket folklorit, edhe atë dheut, dhe ma din neren, e jemi përqafu, ka pas rast që edhe kanë kajt, po më kanë bon edhe mu me vaj. Të thonë Basanur, me kongë tua jemi rrit, Basanur kongë të Hashimit, kongë të herojve, na i dëgjojmë pa ndërprej. Edhe kemi pas jashtëzakonisht takime të ngrata që unë nuk muj me haru kur. Kur nuk jam pishman për një punë që e baj. Po, unë kam qenë gjithmonë një rapsat, prej si kam lind, e gjatë kretë kësaj karriere që kom pas me sfida shumë të mëdha edhe në kohën e shkavt, kur s'kan guxu këta kopilat me fol heq as vet me veti, unë jam ka aktiv me kong e në përvodat shqiptare, tuj kënu, tuj afru popullin, jo me largu si kur këta me përqa, po me afru për bashkim edhe për një dit qfare e kemi sot lirin. Mirë po, pavarësisht këtyne që një pjesë këta që janë kundër ushtrisë ligjëtare të Kosovës, kundër lirisë dhe pavarësisë, ta nuk du as me mdesht, nuk du as takime me ta. Pavarësisht këtyne një pjesë shumë e madhe më kanë nderu aq tepër sa që unë për veti jam befasu. Edhe jam mirënjohës gjithmonë për fansat e mi dhe deri në frymën e funit, Basanur gjithmonë kom i ardhë me kongë të reja. Se një ditë vjen edhe vdekja, çdo njeri i vjen edhe vdekja. Pasunin kërkush me vetin varë se ka marrë. Po e len pasuria më e madhe e njerëzit është një vepër e mirë që nuk vdes kur. Unë një ditë do të vdes si gjithë njerëzit që kanë vdek, por veprat e mia, kongët e mia kanë me jetu brez pas brezi. Dhe i thom brezit ri mundësisht folklorin dhe traditën shqiptare mos e harroni. Gjithmonë duheni traditën edhe folklorin e pastër shqiptar. Qështë kam dashur, unë kam mujt me përfitue shumë, me pas knu tallavaja, me pas bon, që kur këta tjetë me knu veç për interes, unë kësha mujt me përparu shumë me pas ekonomi të mirë, po nuk moj me lëshu se s'ma thët shpirti, me lëshu folklorin dhe traditën tonë shqiptare. Pasuria më e madhe për mu është me rujt traditën dhe folklorin tonë shqiptare. A ka kënaqësi më të madhe se kur takohesh me njerëz dhe vinë e të përqafojnë, bili shpesh edhe me lot për ftyrë, edhe të falenderojnë për kontributin që e ke dhënë për folklor para dhe gjatë krejt karrierës tonë. Nuk ka më kënaqësi për mu. Prandaj unë për ata njerëz që janë adhëtar, për ata njerëz që e duan folklorin shqiptar, për ata njerëz që e duan atë dhemë, jam shumë i mirë dhe shumë i respektum të ata njerëz. Kurse të këta që janë anti-shqiptar, tradhtar, shpiuna, të këta nuk jam i mirë sepse unë e flas edhe e kënoj realitetin. E kënoj me shpirt, me zemër, edhe deri në frymën e funit, kështu do të qëndroj gjithmonë. Një pjesë e madhe e njerëzve din çfarë sfidash kom pas në jetë, s'ka nevojë me shpjegu edhe një herë. Sfida jashtëzakonisht mëdha i kam te kalu me ndihmën e Allahit, Zotit, i kam te kalu gjitha dhe kur nuk jam gjunjëzu para anmiku, as nuk gjunjëzohem.
edhe koha kur isha vjet e burgit s'ka mujt me më gjënjëzu, as me më tjetërsu. Sepse një sen që ka e flas, një sen që ka e këndoj, një sen që ka e bëj, nuk i bi pishmon deri në vdekje që ndroj prapa asoj që e flas edhe e këndoj. Prandaj nuk ka gjënjëzim. Për shqiptar, me zemrë shqiptari, nuk ka gjënjëzim. Dhe po të ishin krejt njerëzit, si korone, në Kosovë, Kosova do të ishte ndryshe, por fatkesisht Kosova ka ra në dorë të gabuara gjithmonë dhe në momentin që e kanë kidnapu Hashim Thaqin, Kadri Veseli kanë qunë havë, Kosova ka morë të poshten. Dhe nuk e di çka pret një ju pe ati veni, pe asoj qeverie, pe këtyne njerëzve të cilët janë anti-shqiptar dhe punojnë në të mirën e Serbisë. Ju që ka jeni të ri nuk e dini, por pjesa që janë më të vjetër e din, sepse gjithmonë ne kemi punu për me afru shqiptarët me zveti, mu dash me zveti, jo me i përqa. Kjo klasa politike e binit i ka përqa në ekstrem, i ka përqa në Kosovë, i ka përqa në Shqipëri, i ka përqa edhe në Macedoni. Shqiptarët në diaspor kërsh i ka bo. Edhe me Amerikë ka prish marrëdhëniet dhe çka pret një për këtyre njerëzve, veç buja veti çfarë rezultate pret një për këtyre njerëzve. Rezultat katastrofal. Pa dhash zoti, si vjet, na del Hashimi, na del Kadria, dalin edhe ata tjerë shqiptar, edhe Kosova do të bjen dorë të sigurta, dhe unë besoj dhe shpresoj që Hashimi shumë mirë e din tash ku ka bo gabime, që i ka toleru njerëzit, qëfar gabime shka bo që i ka morë njerëzit që së është doshmi morë afer vetës, pa ves, njerëz të cilët nuk jenë ko bashkëngosht për ta, heq bre, as protest, as kur gjë s'kanë bo, veç kanë hongër, kanë pi dhe jenë pasunun kurrez të Hashimit, të Kadris, në kurrez të popullit, dhe sot jenë bo multimilionera apo miliardera qërdush. Une i kom pa ndërtesat në Prishtinë, kuj në fejlonit, këtë që ta njerëz të cilët nuk e meritojnë, mi pas atë ndërtesa ka 20 katë. S'poja përmeni janat, po ju e dini kush janë, dhe une nuk e dije që shka mundësie njeri mrena një viti, mi pas 5-6 ndërtesa ka 20 katë. Ka hatu vla, me bugjetin e Kosovës të ja u thak gojnë, fukaras të ja morë bugjetin e Kosovës, pa spitalet, mjerim, fshatrat mjerim, rrugët mjerim, qytetet mjerim, edhe gjonat ushqimore në ekstrem i kanë shtetu, rrymen krejt, dhe më thonë, edhe prap, jo, këqëni me votu qata njerëz, të cilët janë me të vërtet, dami dhe shkatrimi maj madhe Kosovës. Unë ju përshëndes, ju falenderoj dhe shpresoj gjithmonë që një ditë do të vedisohet populli shqiptar dhe shpresoj që do të bëhet një parti e re, krejt e re, sepse tana këto parti janë me afat skadum edhe ta merë Kosovën në dorë në krye me Hashim Thaqi. Respekt.